Fermerët dhe blegtorët e zonës të Lumit të Vlorës dhe të Labërisë po përballen çdo ditë me vështirësi të shumta që rrezikojnë seriozisht vazhdimësinë e aktivitetit të tyre. Edhe pse një pjesë e tyre kanë arritur të sigurojnë treg për produktet, kryesisht përmes baxhove apo subjekteve që grumbullojnë qumshtin, mishin e timtave të gjedhit, problemet mbeten të vazhdueshme. Vështirësia më e madhe lidhet me ushqimin e baktive. Çmimet e larta të koncentratëve bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e kopeve. Shumë blegtorë shprehen se shpenzimet për ushqimin e baktive janë rritur ndjeshëm, ndërsa të ardhurat nuk e ndjekin të njëjtin ritëm. Kjo situatë detyron ata që të ulin numrin e krerëve ose në raste të tjera të heqin dorë plotësisht nga blegtoria. Edhe kemi blegtori. Keni blegtori? Po, kemi dhënë. Po, çfarë keni? Dhënë, kemi 300 zakok dhënë. 300 ca. Po. Kemi lop. Kemi 2 lop. Edhe këto... Është e vështirë t'i mbash? Mërdo? Është e vështirë që t'i mbash dhëndë? Po, me të keqe i ma, se me të blerë të jo, me jonqe, me misër, me jo, këtu, se vëndi i vështirë këtu, kemi neve këtu. Po nga shteti keni patur ndihmë? Po, kemi, po, bëjmë ndihmë që na paguajnë ato, mas kokës kemi, bëjnë, na jepën shpërblim. Ndërkohë, çfarë prodhoni bulmet ju? Po, e shesim në vjen makina na i merr këtu e shesim. E shisni? Po. Po çmimi si është? Po çmimi kemi shumë dobët. Dobët çmimi? Dobët çmimi. Sa shkon? Po, 1500 lek kilja qumshtit të deles. Shumë pak? Pak, fare, këto jemi keq. Po për mish, shisni mish apo jo? Urdo? Mish, shisni? Shesim, po, shesim. Shesim mish. Shisni? Mish e shesim, shelekët, bënen i shesim. I shisni? Po. Sa ka shkuar? Po, shelekët Berqavës, mirë kanë shkuar, këse ne i shkoj. Po këta që kanë pjellë si vetë, akoma që jemi në rritje si, për nuk kemi shitur akoma. Do shisni ata? Jo, akoma dhe shitur, kur bënë dhe shesim ata se, do i këpusëm edhe do shpijem qumshtin barqo, dhe marë qumshtin barqo. Po e keni tregtin, e keni të sigurt, pra si i shisni, ku? Na vjen një fogon këtu në Gjorëm, në vjen aje në amnet gjithëve, ne kemi këtu blegtori. Edhe? Po kilja sa shkon? E peshe gjallë e shelegut, për zëmë? 6.000 lek. 6.000 lek, shu e si, këte e shisni? Këtu na vjen a marrën ata kasapët edhe japën. E kush ka këtu thertore, i sherve dhe shpet, vetë edhe i shesme dhe vetë në këto thertore që ka, në përpikat që ka në... Një tjetër problem serioz është mungesa e fuqisë punëtore. Të rinjt janë larguar masivisht nga zonat rurale, duke kërkuar mundësi më të mira jetese, brenda dhe jashtë vendit. Si pasojë në fshatra kanë mbetur kryesisht të moshuarit, të cilët edhe pse përpiqen të mbajnë gjallë traditën e blegtorisë, e kanë gjithnjë më të vështirë për ballimin e punës fizike që kërkon ky sektor. Ata që kanë mundësi financiare të vazhdojnë të mbajnë bakti, por edhe ata ndihen të pasigurt për të ardhmen. Për disa fermerë, vështirësitë shtohen edhe nga mungesa e tregut. Jo të gjithë kanë kontrata të qëndrueshme me grumbulluesit apo baxhot, çka bën që prodhimet e tyre shpesh të mbeten pa ushitur ose të shiten me çmime të ulta. Tani po, ja kemi ngel neve moshatarët këtu. Ju mbani bakti? Po, kush ka mundësi? Kush ka mundësi? Po, kur i mbani, çfarë tregtoni, çfarë bëni? Ku ta tregtoj? Apo për veten tuaj? Ku ta tregtojmë neve? Nuk keni ku të tregtoni? S'ka. Ka bazë, ka gjëra kështu po. Juve vetë keni apo nuk keni? Jo, nuk kam. Nuk keni. I blini? Po. Po fëmijët ku i ke? Po është në Vlorë. Po këtu pse s'rrin këtu? Me sa do merrem? Blegtorët theksojnë se pa mbështetje konkrete nga institucionet, situata rrezikon të përkeqësohet. Ata kërkojnë politika që të lehtësojnë sigurimin e ushqimit për baktin, subvencione të drejtpërdrejta dhe masaj që nxisin të rinj të qëndrojnë në zonat rurale. Pa këto ndërhyrje, blegtoria, një nga shtyllat kryesore të ekonomisë dhe traditës së Labërisë, rrezikon të mbetet vetëm një kujtim.